Raportimet të shumta kanë bërritur në redaksin tonë në lidhje me sigurinë dhe fshehtësinë e votës për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Ajo që duhej të ishte një proces i thjeshtë dhe i besueshëm, po kthehet në një burim të madh shqetësimi për emigrantët. Denoncimet janë të shumta dhe flasin vetë. Përshëndetje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na thotë se vota është private dhe nëse e tregon dënohesh deri në 3 vite burg, por ne emigrantët, kur e kthej me postë tek letra e destinacionit, është shkruar emri dhe mbiemri dhe adresa e votuesit. Kjo do të thotë që kontrollohemi. A nuk do të ishte e drejtë që kur ta dërgojmë me postë, të mos ishin të dhënat e votuesit, por vetëm destinacioni i pakos? Po kjo tregon hapur gënjeshtrat dhe pislliqet që po bëhen në vendin tonë. Një qytetar tjetër shkruan: "Sapo mora zarfin që KQZ ka nisur për diasporën, të shkallët e shtëpisë, kryetari i KQZ-s e promovoi me bujë, do t'ua jap postieri i DHL-s në dorë çdo personi përkatës të ai." Mashtrime pafund në kurriz të këtij populli. Zarfi ishte në emrin e bashkëshortësime, e cila është në punë 5 dite, lehtësisht e verifikueshme, dhe postieri e la të shkallët. Një tjetër rast shqetësues nga Italia. Rreth orës 10 erdhi i korrieri dhe ma dorëzoi fletën e votimit pa më parë në sy, pa më pyetur për emrin apo dokumentin e identitetit. Ma la aty dhe u largua menjëherë. Isha ulur jashtë te bari, kur pa shfugonin e DHL-s, i thash mirëdita dhe ai më pyeti: "Je shqiptar dhe voton?" I thash po. Ai më dha fletën e votimit dhe iku. Asnjë verifikim, asgjë. Ju lutem, ruani anonimitetin tim. Ndërkohë kujtojmë që kompania DHL ka marrë shumë të mëdha parash nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për këtë shërbim, me pretendimin se çdo fletë votimi do t'i dorëzohet personalisht votuesit dhe me kujdes maksimal. Kostoja e paguar nga buxheti i shtetit për këtë shërbim është 9.2 milion euro, ku duhet të garantonte siguri, privatësi dhe dorëzim të personalizuar. Kjo bie ndesh me përvojat e raportuara nga emigrantët shqiptar në redaksin ton. Zarfet të lëna të shkallët, mungesë identifikimi të marrësit dhe shpërndarje të pakontrolluar nga ana e postierëve hedhin hije të rënda mbi besueshmërinë e të gjithë procesit. Përballë këtyre denoncimeve shtrohet pyetja: a është kjo mënyra se si duhet të trajtohet një proces kaq i rëndësishëm për demokracinë?